gazetar amator si puna ime, mund të thot çfarë të doj. Jo, si mund të mund të bësh. Po nuk e them unë, më mirë, pse më ktheni mua, e thot ai. Tupe, lëshoje. Ne nga ana jonë do bëjmë diçka që 24 vendet Bashkinë Evropian nuk e kanë. Në 24 vendet Bashkinë Evropian, shpifja dënohet penalisht. Ne do të heqim aspektin penal për gazetarët. Të gjithë ata që jetojnë me informacionin dhe punojnë me informacionin. Dhe miqtan, me që kryeministri na e lehtësoi pafund të punën, ne kemi sjellë një rubrikë shpifje apo pifje, që vetë ndjekësit tanë, diversantët tanë të dashur, ta dallojnë vetë kush është shpifje dhe kush është pifje. Ne kemi ministri që merret me këtë punë. Çfarë fletën? Po, diçe. Na vjen siklet na vjen. Zonja e Zotërim, mi mbrëma. Pas spektaklit Top i Art që u mbajt të djenë në teatrin kombëtar të operas dhe baletit, ku pati dhe një shkëmbim patupash mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të FSHF-s Armand Duka, mësohet se pas spektaklit në korridoret e godinës së teatrit ka ndodhur një përplasje fizike mes tyre. I dëmtuar ka mbetur presidenti i FSHF-s Armand Duka, i cili për momentin ndodhet në reanimacionin e QSUT-s. Për mua është shpifje vërtet, po çfarë? Kjo është padyshim e vërtetë. Çfarë ka ndodhur? Ka plasur grushti. Ne kemi marrë vesh. Po kush fitoi një herë? Po Rama çetën ai është në spital. Kemi lajm tjetër. Kemi lajm tjetër, miqtë. Ndiqeni. Më në fund, opinionisti Arjan Konomi kthehet sërish në Top Channel. Ai pranon se pas një shkëputje të gjatë nga ekrani, u kthye sërish në televizion pasi është i vetmi institucion ku mund të shfaq më së miri aftësitë e tij orale. E vështirë ishte kjo, kjo ishte e vështirë me Arjan Konomi. Nuk është e vërtet. Na bën lëm çfarë me këto. Ja, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. No. Është inteligjencë artificiale, as s'ka mundësi vlla. Aftësia orale apo lajmi? Tjetra. Tjetër, plase. Prap kemi jo. 3 shpërthime të forta dhe misterioze janë raportuar ditën e mërkur në zonën e Porto Romanos, të cilat kanë shkaktuar panik dhe shqetësim në banorët e zonës. Nga burimet e brendshme mësohet se në fakt arsyeja e shpërthimit ka qenë personi me inicialet JL, i cili po gjonte peshk me dinamit. Shpifje. Është ky me inicialet GL ishte? GL, po. Gjikopulli le, mos isha unë. Jo, besoj shpifje Gerti, nuk e besoj unë këtë.